6 ditë nga mbytyja e peshkatarit Yqmet Shadza në ujërat e Bunës, familjarët i bëjnë apel shtetit të ndihmojë, duke sjellë polumbar për të kërkuar në thellësi të lumit. Sipas tyre, ndonse po i vijojnë vetë kërkimet në liçenin e Shkodrës, në Maltëzi dhe në Velipoj, deri më tani nuk kanë mundur ta gjejnë trupin e 52 vjeçarit. I kërkoj shtetit me të male, sa baba 4 fëmijëve, kam nënën 19 vjeçë që më qanë ma kërkan. Kërkoni vllanë se kam tash 6 ditë që s'ham me spi me s'flejmë. Rrim gjithë natën e gjithë ditën në për ujna të kërku vllajnë. Jena komitet Rom, nuk na i varë kosh, na ka i lanë masdoret, me të në rëthona. Baj lutje sa Emir Tahirit e di Rams që të më kërkohet, po bihet shpis, kërkoj njëm tjetër prej ti unë, betëm njerin me ma pru. Edhe atë zogu në shpisem ka dalë pangur, buka shku me zënë pes. Mbrëmjen e 21 tetorit, baba i 4 fëmijëve po peshkonte në ujërat e lumit Bunë, së bashku me 60 vjeçorin Isu Vejuka, kur varka e tyre u përmbys. Vejuka arriti të dilte i gjallë, ndërsa 52 vjeçari Yqmet Shadza nuk mundi dhe presa e dite, familjarët kërkojnë trupin e Pajet.